Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia në pushtet në Maqedoninë e Veriut VMRO DPM është fituese në zgjedhjet e pjesshme vendore. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar 99.94% e votave, forca e qeverisë së Maqedonas e kryeson në 53 komuna, 34 prej të cilave fitojnë në këtë raund. Më pas vjen koalicioni shqiptar Vlen, i cili kryeson në 9 komuna, 8 LSDM. Aleanca për Integrim udhëhequr nga BDI ka 5 komuna, ndërsa Partia Demokratike e Turqëve 1 komunë. VMRO DPM i Tremickovskit fitoi 34 komuna, ndërsa në 19 prej tyre shkojnë në balotazh. Nga 9 komuna që Vlen kryeson, 4 shkojnë në balotazh. Në Tetov dhe Bogovin do të përballet me kandidatët e koalicionit tjetër shqiptar AKI. Ky e fundit që udhëhiqet nga Partia Ali Ahmetit. Fitoi të 5 komunat që kryesoi: Vrapçisht, Gostivar, Lipkov, Plasnic, Çashk dhe nuk shkon në balotazh. LSDM ka 3 komuna të fituara, ndërsa 5 të tjera shkon në balotazh, ndërsa 33 komunat e tjera përfshirë Shkupin shkojnë në balotazh, në shumicën prej të cilave kryeson VMRO DPM. Fituese në raundin e dytë që do të mbahet më 2 nëntor pritet të jenë partitë që kryesuan në këtë raund për shkak të diferencës në vota. Në Shkup do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, ku qytetarët do të zgjedhin mes Orço Gjergjevsit nga koalicioni Maqedonia Jote, udhëhequr nga VMRO DPM, dhe kandidatit nga Majta, Amar Mecinovic, të cilët fituan më shumë vota në raundin e parë. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pas numërimit të 99.92% të votave, Gjergjevski ka marrë mbështetjen e 39.43% të qytetarëve të Shkupit, ndërsa Mecinovic fitoi rreth 30.000 vota, përkatësisht 13.2%. Në Saraj në raundin e parë fitoi Muhamet Elmazi nga Vlen me 50.28% të votave, përpara Blerand Ramadanit nga AKI me 47.55% të votave. Izet Mexhiti nga Vlen do të jetë kryetari i ri i komunës së Çajirit, pasi fitoi 51.82% të votave, ndërsa Bujar Osmani nga AKI mori 40.39% të votave. Tetova shkon në balotazh, ku pritet të përballet kandidati i AKI-s për kryetar të kësaj komune, Bajram Rexhepi, dhe kryetari aktual i Tetovës, Bilal Kasami. Rexhepi, përmes rrjeteve sociale, shkruan se betejë për Tetovën vazhdon, me më shumë përkushtim, me më shumë forcë dhe me të njëjtin ideal për një Tetovë me dinjitet, shkruan Bajram Rexhepi. Bilal Kasami, në emër të koalicionit Vlen, shpalli fitore në Tetovë. Para mbështetësve të tij, ai deklaroi se kanë fituar 11 komuna në krahasim me AKI-n që ka fituar vetëm 3 komuna. Kasami tha se Tetovën e kanë fituar me diferencë 4.000 vota, ndërsa në zonën 6 nuk kanë fituar vetëm Gostivarin. E fituam gjithë Pollogun, e fituam gjithë Maqedoninë. Në Tetov kemi fituar me diferencë mbi 4.000 vota. Në zonën 6 i kemi fituar gjithë komunat, përveç Gostivarit, ativa kemi lënë saqe për gjuna kështu. Sikurse tha Kasami, me këshilltarët kanë fituar në të gjitha komunat. Nën kryetari i BDI-s, Arbra Demi, tha se Aleanca ka fituar në nivel nacional, që siç theksoi ai, dallimi është mbi 20.000 vota, ndërkohë që ai deklaron se epërsia do të rritet në rezultatet përfundimtare. Lejoni të theksoj se në nivel nacional Aleanca Kombëtare për Integrim është fitues absolut, si totali i votave të mbledhura në nivel nacional. Dhe dallimi është mbi 20.000 vota i Aleancës Kombëtare për Integrim përballë Vlenit. Dhe sa përpunohen rezultatet, ky dallim thellohet edhe më tuq. Ishte Arbra Demi nga BDI. Kryetari i komunës konsiderohet i zgjedhur ai që ka fituar 50% plus 1 të votave, me kurth që në votim të kenë dalë së paku 1/3 e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore të komunës përkatëse. Sipas rregullave, nëse asnjë nga kandidatët nuk e përmbush këtë kusht, kalon në raundin e dytë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.